Institucionet që monitoruan zgjedhjet zhvilluan të njëjtën një tryezë diskutimi mbi procesin e 11 majit. Kreu i SPAK-ut Altin Domani theksoi se sfidat nuk janë të pakta dhe se nga zgjedhjet e 11 majit nxorën mësime. Ai nënvizoi edhe nevojën për më shumë ndërgjegjësim publik dhe mbështetje më të madhe për denoncimet, përmes fushatave informuese dhe garancive ligjore për mbrojtjen e dëshmitarit. Megjithatë, sfidat nuk janë të pakta. Ne nxorëm disa mësime nga këto zgjedhje dhe doja të theksoja që rëndësinë e bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me prokurorinë e përgjithshme, drejtorinë e policisë dhe KQZ-n, të cilin do ta vlerësoja maksimalisht, një bashkëpunim në kohë reale, shumë produktiv, duke adresuar dhe duke zgjidhur në kohën sa më të shpejtë çdo ankim apo çdo pretendim të bërë nga qytetar, forca politike apo organizata të shoqërisë civile. Nevojitet më shumë ndërgjegjësimi publik dhe të mbështetje më e madhe për sinjalizuesit dhe denoncuesit përmes fushatave informuese dhe garancive ligjore për mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjithashtu është e nevojshme mbështetja e trajnimit të vazhdueshëm prokurorëve, hetuesve të VKH-s për të trajtuar me efikasitet rastet e krimit zgjedhor. Të shfrytëzojmë gjithashtu më shumë dhe më mirë teknologjitë e reja dhe analizat e të dhënave për të identifikuar më mirë rastet e shkeljes zgjedhore. Vendosja e çështjeve zgjedhore në prioritet të ndjekjes penale, kur flitet për zyrtarë nivelit lartë apo mbi përfshirjen e grupeve kriminale në proceset elektorale. Dhe së treti, bashkëpunimi me prokurorinë e përgjithshme, KQZ-n, policinë e shtetit e të tjerë institucione për të koordinuar një regjim proaktiv si një front i vetëm kundër shkeljeve zgjedhore. Domani theksoi se SPAK-u angazhua maksimalisht dhe seriozisht për evidentimin, parandalimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore në kuadër të 11 majit.